Kosova sot, më 12 qershor, shënon 26 vjetorin, ditën e çlirimit. Në shënim të ditës së çlirimit të Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka vendosur lule pranë varrit të ish-presidentit historik Ibrahim Rugova dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi. Kryeministri në detyrë Albin Kurti Rugovën e cilësoi si kontribues të madh për unitetin e popullit dhe çështjen kombëtare. Me rastin e 26 vjetorit të çlirimit të Kosovës, ditës kur filloi paqja në vendin tonë e për popullin tonë, duke vënë lulet e freskëta te varri i presidentit historik Ibrahim Rugova, një kontribues i madh për unitetin e popullit dhe për ndërkombëtarizimin e Kosovës dhe çështjes kombëtare në përgjithësi. Ndërkaq Adem Demaçi e vlerësoi si një simbol të rezistencës sonë dhe veprimtar të paepur i cili nuk u kursye asnjëherë për vendin tonë. Dita e çlirimit 12 qershori është dhe si një thyerje e një burgu të madh që quhej Kosovë, sepse u çlirua populli dhe po tërhiqeshin të gjitha forcat e armatosura policore e ushtarake të Serbisë. Andaj sot në ditën e çlirimit të paqes lulet e freskëta edhe te varri i Bacsadep si simbol i rezistencës tonë dhe gjithashtu si një veprimtar i paepur i cili nuk u kursye asnjëherë dhe dha gjithçka për më të mirën e më të mbarën e vendit tonë e të popullit tonë. Nga aty Kurti vijoi me vizitë në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz dhe në varret e komandantit dhe gjithë familjes Jashari për të kujtuar sakrificën e tyre dhe jetën që dhanë për të gëzuar sot lirinë që kemi. Në vazhdën e aktiviteteve dhe misioni paqëruesës i NATO-s në Kosovë KFOR-i ka shënuar 26 vjetorin e themelimit me një ceremoni të mbajtur në shtabin e KFOR-it. Më 12 qershor 1999, pas 78 ditë bombardimesh, trupat e NATO-s hynë në Kosovë, në misionin paqëruesës që do të quhej KFOR, për t'i dhënë fund luftës gati 2 vjeçare midis popullsisë kryengritëse shqiptare, të organizuar në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave okupuese ushtarake dhe policore serbo-malazeze.